Tirana po humbet një tjetër hapësirë publike në emër të zhvillimit. Projekti për transformimin e pallatit të kongreseve i prezantuar fillimisht si një ndërhyrje për rikualifikimin e objektit, do të shoqërohet me ndërtimin e një kulle dhe mijëra metra katror sipërfaqe të reja ndërtimi në një nga zonat më të lakmuara të kryeqytetit. Fituesi i garës është shpallur konsorciumi i përbërë nga Herzog de Mero Basel, Julian Beqiri, Marcela Demaj, Michel Desvigne, Gentian Shkurti, Sueb Industries ShPK, The Space Factory Ltd dhe Klar ShPK. Ndërsa në prezantim u fol për gjelbrim, hapësira publike dhe ruajtje të identitetit pallatit kongreseve, ajo është bie në sysh faktit se projekti përfundon sërish te një kull në një qytet që po i merret fryma nga ndërtesat e larta. Por problemi nuk është vetëm betonizimi i Tiranës. Problemi është se Edi Rama avion të bashkëpunojë në prapasken me Sali Berishën. Kompania më interesante është Klar ShPK, e cila ka tërhequr vëmendjen. Kompania është në pronësi të biznesmenit Shkëlqim Beshiri, një biznesmen që është bërë i njohur si prestanome i Shkëlqem Berishës në shumë biznese trojesh të hedhura në emër të tij. Nëpërmjet lidhjeve të Sali Berishës, Shkëlqim Beshiri ka marrë nga Edi Rama leje ndërtimi për 3 hotele në Himar dhe lejen investitor strategjik për kompleks vilash e pallatesh me sipërfaqe toke 190 hektar tokë shtetërore në Lalez, 28 hektar nga të cilat janë pyll me pisha buzdetit. Më 17 nëntor 2025 mori lejen për ndërtimin e një kulle për banim, një si tregtare e hoteleri me 65 kate mbi tokë e 6 kate nën tokë në bulevardin e ri të Tiranës, për investimin e së cilës ka deklaruar burimin e financimit. Por duket se tani, prapa logos së firmës Klar ShPK të Shkëlqim Beshirit, familja Berisha qëndron edhe te kulla pranë pallatit të kongreseve. Kjo është qoka e radhës e Ramës për familjen Berisha, pasi përmes Fatmir Bektashit ka dhënë 10 leje për pallate. Fatmir Bektashi është ortaku i dhëndrit të Berishës. Në prill 2025 ishte kryeministri Edi Rama ai që hodhi idenë për të ndërtuar kulla me PPP në zonën e pallatit të kongreseve. Më pas ai e bëri fakt të kryer dhe nisi procedurën për ta realizuar me shpejtësi. Me njoftim numër 560 fraksion 4 datë 27 nëntor 2025. Drejtoresha e korporatës së investimeve Elira Kokona shpalli garën për projektin me objekt zhvillimi nëpërmjet sipërmarrjes private e objektit multifunksional pranë pallatit të kongreseve në Tiranë. Për të zbatuar këtë projekt privat publik, korporata e investimeve ju përmbajt vendimit numër 503 datë 10 shtator 2025 të qeverisë, me të cilin ka marrë në pronësi sipërfaqen 4760 metër katror truall publik, lulishte rreth pallatit kongreseve, që më parë ishte në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Tani mbi këtë lulishte do të ndërtohen kulla me banesa, një si tregtare, zyra, ambiente argëtimi dhe parkingje nën toksore, në maskën e kompensimit të investimit për rivitalizimin e pallatit të kongreseve, dhe pas tyre fshihet djali i kreut të opozitës. Projekti i kullave pranë pallatit të kongreseve është kopje e të gjitha aferave të mëparshme të kullave që Edi Rama ka miratuar në Tiranë dhe qytete të tjera. Një njëjta skemë është aplikuar te pallati i sportit Aslan Rusi, stadiumi Selman Stërmasi, shtëpia e fëmijëve Zyber Allulli, Agjencia Telegrafike Shqiptare, si edhe te projektet me kulla rreth stadiumeve Durrës, Vlorë dhe Korçë.